Vendosni urgjent një hudhër poshtë jastëkut dhe të befastoheni nga ajo që do t'ju ndodh. Hudhra mund t'ju zgjasë jetën, ka superfuqi të pabesueshme të tilla si luftimi i qelizave të këqija, detoksimi i trupit, madje dhe zvogëlimi i dhjamit në trup. Pasi ju të zbuloni se sa e dobishme është hudhra për trupat tanë, ju me siguri do të mësoheni me aromën e saj. Madje ju mund të keni dëshirë dhe të vendosni një thelpi hudhër në jastëk kur ju të zbuloni të gjitha sekretet e mrekullueshme të cilat fshihen pas saj. Mund t'ju ndihmoj që të zhbllokoni hundët. Hunda juaj e bllokuar do të gjejë lehtësi nga aroma e hudhrës. Kjo kryesisht sepse përmban një antibiotik të fuqishëm të quajtur alicin, i cili avullohet ngadalë nga hudhra dhe lufton gjithashtu mikrobet dhe infeksionet. Alicina e hudhrës ndihmon gjithashtu edhe në pastrimin e pasazheve tuaja duke tretur mukusin. Procesi është gradual, por ja vlen. Pas një kohe ju do të shpëtoni nga kongestioni i hundës dhe ju do të jeni në gjendje që të merrni frymë më lirshëm. Hudhra gjithashtu mundet që të rrisë sistemin tuaj imunitar. Hudhra gjithashtu ka aftësinë të shkatërrojë të gjitha llojet e baktereve të këqija, pasi ka veti tepër të fuqishme antibakteriale. Alicina bllokon dy grupe fermentësh të cilat lejojnë bakteret infektive që të përparojnë në trupin e njeriut. Nëse vendosja e hudhrës në jastëk bën një praktikë të rregullt, me gjas ju do të vini re se do të ndiheni më energjik dhe njëkohësisht ju do të sëmureni më rrallë. Mundet që të zhduk insektet. Nëse keni qenë ndonjëherë të friksuar nga një merimange e cila gjendet pranë jush kur jeni në gjumë apo jeni zgjuar, keni dhe pickime të shumta nga moskonjat, hudhra është ajo që do t'ju nevojitet. Hudhra është toksike për insekte, veçanërisht moskonjat, dhe ato janë të vetëdijshëm për të. Kjo sepse arsyeja për këto kritere të vogla qëndron fakti se aroma e hudhrës i mban larg. Mundet t'ju ndihmoj të flini më mirë. Hudhra është e pasur me vitaminën B1, e cila dihet se ndihmon në luftimin e gjumit të trazuar. Për më tepër ka edhe shumë vitaminë B6 në hudhër, e cila rrit sekretimin e melatoninës në mënyrë tepër të konsiderueshme. Kjo bimë e mrekullueshme ka një ndikim tepër pozitiv në sistemin tuaj nervor dhe përfundimisht mundet t'ju qetësoj dhe të relaksoj mendjen tuaj. Çfarë ndodh në qoftë se ju hani hudhër çdo ditë? Hudhra është një bimë që secili prej nesh e ka provuar të paktën një herë. Jemi mësuar aq shumë sa që nuk e vërejmë as veçantinë e këtij produkti. A e dini se vetit të dobishme të këtij ushqimi nuk kufizohen vetëm në mbrojtjen nga ftohja? Bright Side do t'ju tregoj se përse ju duhet të hani hudhër rregullisht. Do të bëheni më tërheqës. Hudhra i bën meshkujt më tërheqës, megjithatë gjithmonë është konsideruar se aroma e hudhrës dekurajon dëshirën për të komunikuar. Por studimet e fundit vërtetojnë se ky është një gabim. I vetmi kufizim është që mashkulli duhet të hajë hudhër 2 ditë më parë, ose të paktën 12 orë para takimit, në mënyrë që t'i bëjë përshtypje një gruaje. Rezulton se gratë çmenden për erën e trupit të një burri i cili ka ngrënë hudhër. Megjithatë, është e vështirë për shkencëtarët ta vërtetojnë apo ta shpjegojnë pse ky fenomen ndodh. Ndoshta arsyeja fshihet në vetitë e saj antimikrobike, të cilat e bëjnë erën e djersës jo aq të mprehtë. Sistemi juaj imunitar do të përmirësohet. Fakti që hudhra na mbron nga viruset apo edhe nga ftohjet e ndryshme
E dinin edhe gjyshet tona, por shkencëtarët kanë konfirmuar edhe një herë se hudhra duhet të konsumohet rregullisht për të mos u sëmurur në dimër. Kjo e gjitha sepse përmban një mori vitaminash, vajra të dobishëm dhe aminoacide. Për më tepër, ajo ka licin, një përbërës organik I cili vret bakteret, mikrobet dhe gjithashtu kërpudhat. Një shënim I rëndësishëm që ju duhet ta mbani mend është se hudhra duhet të jetë e freskët në mënyrë që t'ju mbrojë nga sëmundjet. Presioni juaj I gjakut do të stabilizohet. Shtoni hudhrën në dietën tuaj nëse ju vuani nga presioni I lartë I gjakut. Zgjeron enët dhe ul presionin arterial. Dhimbjet e kokës si edhe karkesa në zemër do të zhduken së bashku me presionin e lartë të gjakut. Për të kuruar hipertensionin, duhet të hani 4 thelpi hudhër në ditë. Për më tepër, hudhra ul edhe nivelin e kolesterolit të keq në gjak me 10 deri në 15%. Çfarë do të thotë kjo për ne? Rreziku I sëmundjes së zemrës ose goditjes në tru zvogëlohet pothuajse 2 fish. Megjithatë, ju duhet që të mbani në mend se kjo metodë mund të përdoret si një terapi e vetme dhe ju duhet të konsultoheni me mjekun tuaj përpara se ju të përdorni hudhër ose suplemente dietike. Kujtesa juaj do të përmirësohet. Sipas një teorie, trupi I njeriu dhe truri plaken për shkak të një reaksioni kimik ku ne konsumojmë ushqim, oksigjen dhe në vend të kësaj prodhojmë energji, por ky proces I shkatëron qelizat dhe me kalimin e kohës lëkura bëhet e varur dhe truri pushon së qenuri aq I mprehtë sa dikur. Antioksidantët luftojnë kundër oksidimit të tepërt dhe na ndihmojnë të ruajmë rinin. Kompanitë farmaceutike shesin suplemente antioksidante të shtrenjta. Megjithatë, hudhra e thjesht përmban një sër përbërësish të cilët parandalojnë plakjen e trurit dhe nuk kushton shumë. Të moshuarit që e konsumojnë ulin rrezikun e zhvillimit të sëmundjes së Alzheimer, ndërsa të rinjt munden që të përmirësojnë kujtesën e tyre dhe njëkohësisht të rrisin produktivitetin e trurit. Gjithçka që ju duhet të bëni është të hani hudhër rregullisht. Qëndrueshmëria juaj do të përmirësohet. Hudhra bën që zemra dhe muskujt të punojnë në mënyrë më efektive. Nëse ju bëni sport, atëherë konsumi I këtij produkti do të përmirësojë rezultatet tuaja. Flokët dhe lëkura juaj do të përmirësohen gjithashtu. Flokët. Hudhra nxit rritjen e flokëve duke I bërë ata më të gjatë dhe njëkohësisht më të trash. Madje mund të trajtojë alopecinë e lokalizuar. Për të arritur këtë rezultat, duhet aplikuar në lëkurën e kokës. Për fat të mirë, prodhuesit e kozmetikës kanë mësuar të prodhojë vaj hudhre pa erë për flokët. Lëkura. Fibroblastet, qelizat përgjegjëse për rinovimin e lëkurës, kanë një reagim pozitiv ndaj hudhrës. 2 thelpi hudhër të ngrëna çdo ditë janë të mjaftueshme për të zhvilluar prodhimin e kolagjenit natyral dhe të elastinës. Mbrojtje nga dielli. Përbërësit që përmban hudhra mbrojnë kundër plakjes. Rrezet e diellit nuk do ta thajnë lëkurën nëse konsumoni më shumë hudhër. Mirëpo duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos I përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj.
Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.